Jam me diabet që 27 vite, 23 vjet i kam me insulin, kështu që jam paciente e rregullt e endokrinologjisë. Jam e kënaqur shumë. Unë kam probleme shumë shëndetësore, çdo klinik shkoj, çdo vit, po këtu e një veten si kur shtëpi, si në mes familjes. Duhet pak ma shumë kujdes me pas ministria, për jo veç për endokrin, po për gjitha spitale, po sidomos për neve që jemi me smundje kronike. Mosh shumë të re, nuk e kom di çka është diabeti, se s'kom pas rast më taku me naj njeri me diabet, po kam fillu etje, lodhje. Ajo kishin shumë e mirë, po tash ata në ministri e din qika e me qka bojnë e tek boj, po ajo ishkon shumë një lehtësim i madh për neve. Se ajo shpimi gjdo kohë, para kohë, mas kohë, adin, ajo shumë e vështirë. Ajo shumë e vështirë. Ato me pasën ato aparatat, ajo konë shumë mirë. Gishtat kënena nuk i dalloj të mitë, se do të mu shpun sa dakik,